Jo çdo klinik arrin të kthehet në një emër që përmendet me besim brenda dhe jashtë vendit. Disa ngrihen thjesht si struktura trajtimi dhe shërbimi, dhe ka të tjera që ndërtohen me vizion, me përkushtim dhe standarde që flasin vetë. Ne sot ndodhemi tek njëra prej tyre, një klinik ku mjekësia dentare nuk shihet vetëm si trajtim, por si një proces. Një proces ku kujdesi nis me higjienën e padiskutueshme, teknologjinë e avancuar, materialet, ambientet dhe stafin të specializuar. Dentalmed Austria është një emër që lidhet gjithmonë më shumë me cilësinë, profesionalizmin dhe besimin. Një klinik që ka ditur të flasë dhe të fitojë vëmendjen e pacientëve vendas dhe atyre që vinë nga gjithë Europa. Dhe, natyrisht, duke e kthyer kujdesin dentar në një eksperiencë të standardeve të larta. Klinika është e pajisur me teknologji moderne të kujdesit dentar, që mundson diagnostifikimin e saktë dhe trajtime efikase. Pas çdo shërbimi ka specialistë të kualifikuar dhe të përkushtuar për të ofruar një mjekësi dentare të një niveli shumë të lartë. E jani me mua për zbuluar se çfarë do të thotë vërtet një shërbim cilësor. Pasi bëm një shëtitje në ambientet e Dentalmed Austria, ja ku jemi ullur këtu me mentor Zeqen, i cili është drejtuesi teknik i kësaj strukture të rëndësishme të kujdesit dental. Mentor, faleminderit për intervistën dhe së pari do doja të dija përse Dentalmed Austria, çfarë përfaqëson ky emër, i cili që në fillim të jep ndjesinë e një strukture të rëndësishme të ngritur me standarde vërtet europiane. Së pari të uroj mirëseardhjen në këtë strukturën tonë, dhe jam shumë i lumtur për praninë tuaj dhe të medias tuaj kaq të rëndësishme, cila do të bëhet sot dëshmitar, siç u bë dhe tashmë dhe për atë udhtimin që ne bëm brenda, për sa i përket të gjithë standardeve europiane të një Shqipërie ndoshta tjetër, të një Shqipërie që dëshiron të shkojë drejt Europës, jo ajo Shqipëria vetëm e 2030 si quhet, por akoma më tepër një Shqipëri avantgard, të cilën neve kemi munduar ta sjellim sipas standardeve më të larta e të Europës, duke qenë se unë kam një background vi nga një kohë shumë e gjatë e jetesës e migracionit në Austri. Kjo dhe fakti i Dentalmed Austria lidhet pikërisht edhe me cilësinë dhe inovacionin që neve kemi sjell, materialet që kemi sjell përgjatë viteve dhe teknikat e avancuara që neve gjithmonë kemi marrë nga vendet shumë zhvilluara të Bashkimit Evropian edhe nga Austria gjithashtu. Dhe natyrisht kjo lidhet edhe me një lloj filozofie pune që ju e keni dhe keni dashur me shumë forcë ta zbatoni këtu. Patjetër, ka qenë që në krye të herës dëshira jonë dhe një motivim ekstra që gjithçka që ne bëjmë këtu, ta bëjmë sipas tyre standardeve, të mundsojmë njerëzve që na besojnë neve trajtimet dentare, të ofrojmë pikërisht këtë cilësi dhe këto shërbime avantgard që gjatë viteve dhe gjatë udhtimit ton kanë ardhur gjithmonë në rritje, sepse Dentalmed Austria nuk ka qenë kjo që është sot. Neve jemi rritur në vite, jemi perfeksionuar dhe profesionalizuar akoma më tepër dhe të gjithë bashkëpunëtarët tanë, sepse kjo është një gjë që nuk bëhet nga mua vetëm. Tu është një staf i madh, i tërë, i përkushtuar, profesionistësh, ndoshta disa edhe në një moshë të re në moshë, flasim 30 vjeçar, ne nuk kemi mjek që janë 60 vjeç këtu, do t'i dëshironin natyrisht, por që koha evoluon dhe të rinjt janë sot shumë të kapshëm ndaj teknikave të reja, kështu që neve kemi preferuar të kemi një lloj mini akademie tonën ku çdo vit ne marrim studentët që përfundojnë studimet dhe bëjnë praktikën tek ne dhe pas praktikës ata gjejnë veten për të qenë pjesë e udhtimit profesional në Dentalmed Austria. Dhe nisur nga kjo filozofi pune që ju keni, nga gjithë ky standard, nga gjithë ky profesionalizëm dhe kujdes maksimal që tregoni ndaj pacientëve, ata kanë zgjedhur që të bëhen pjesë e këtij shërbimi, duke e ndjerë se janë gjithmonë në qendër të vëmendjes. Patjetër, pacienti është jashtëzakonisht shumë i ndjeshëm dhe pacienti din të vlerësojë shumë se çfarë atij t'i ofrohet. Edhe njerëzit më të thjeshtë, sepse tek ne vinë nga të gjitha shtresat ekonomike dhe sociale në të vendit tonë, qoftë ata të huaj që vinë shqiptarët emigracionit, e kanë shumë
fokus për të kuptuar se në çfarë standardesh, në çfarë nivelesh neve operojmë dhe ofrojmë shërbimet, dhe kjo ka bërë që neve që në krye të erës të fitojmë besimin e tyre, dhe duke fituar besimin e tyre, kemi arritur neve ta bëjmë të mundur të ofrojmë shërbimet tona, të cilat janë pasqyruar më pas në gojën e pacientëve, të cilët nuk kanë bërë gjë tjetër, vetëse automatikisht me ose patashi janë bërë ambasadorët tanë. Dhe kështu, ky aktivitet që ne filluam shumë vite më parë në Tiranë, filloi të rriteshe, njerëzit shikonin punët shumë të mira të bëra nga stafi jon tek njëri tjetri, dhe pastaj ato sillnin familjarët, miqtë e tyre ose njerëzit të cilët shikonin punimet dhe thonin, a ku i ke bërë dhëmbët? Ke dental metase. Dhe kjo filloi të bëheshe ndër vite pastaj edhe një trend që të gjithë kishin një adresë përbashkët. Ku do të bëjmë dhëmbët? Ke dental metase. Nuk jemi vetmi. Pra në një farë mënyrë një lloj marketingu që nis nga pacienti vet. Absolutisht po. Ishte dera më e sigurt për të hapur pikërisht këtë mënyrë për të sjellë dhe për të përcjellë imazhet tona në vendin tonë, sepse në ato vite nuk ka qenë kaq shumë e zhvilluar media sociale, rrjetet sociale, domthonë flasim për fillimin më parë, ndërkohë që sot roli i influencerëve ose i personave që e përcjellin këtë imazh është bërë pak më prezent, por në fillim ishte shumë e rëndësishme ajo që italisht thonë pasaparola, transmetimi i fjalës, transmetimi i kënaqësisë ata kishin tek neve dhe kjo ka qenë këtë moment e keni kapur shumë mirë, sepse shumë nga njerëzit e njohur, personazhet VIP të ekranit, të botës televizionit, të sportit, pse jo, pra të fushave të ndryshme kanë zgjedhur shërbimin tuaj cilësor. Në një farë mënyre, ata janë ambasadorët më të mirë të prezantimit edhe të, le të themi, të një vizionit të qartë të treguarit të mënyrës së punës tuaj. Është vërtet dhe ka qenë faktikisht e fokusi jonë për të bërë një gjë të tillë, pra për të realizuar punime sa më të bukura dhe për të gjetur të gjitha mënyrat për të transmetuar ato, për të çuar në çdo shtëpi, në çdo familje. Pavarësisht se dikush në momentin që një familjar i tij i ka ardhur dhe ka parë që është një punim i bukur, nuk ka pas nevojë ose ekzigjenca për ta bërë në atë moment, ato edhe mbas disa vitesh vazhdojnë dhe kanë atë memorie në kujtesë që dhe më do t'i bëjmë atje, dhe prandaj kjo është shtuar dhe kemi arritur këtu ku jemi me një range shumë të madh njerëz që na besojnë buzëqeshjen dhe njerëz që na referojnë të tjerët për të shkuar, për të ndarë eksperiencat e veta personale në klinikën tonë. Dhe unë personalisht mbeta shumë e befastuar kur vura këmbë këtu dhe pash një klinik kaq moderne, kaq të bukur, me një staf kaq të kujdesshëm dhe me një shërbim që vërtet nuk ka asnjë të met. Besoj që kjo është fryt i një pune të madhe, por edhe një strategji të kujdesshme për të ndërkutuar diçka që do të jetë e suksesshme në kohë, pra jo diçka e përkohshme. Shumë faleminderit për vlerësimin që ju më bëni drejt për drejt tashmë duke e parë dhe klinikën. Po, është vërtet, kjo është një punë tjetër që nuk ka lidhje drejt për drejt me pacientin. Puna me stafin, dhe kjo është puna ime drejt për drejt, sepse unë jam drejtuesi i klinikës, është një punë që kërkon një vëmendje të jashtëzakonshme. Është një punë që kërkon një përzgjedhje të jashtëzakonshme ndaj atyre që neve marrim të bëjmë pjesë të strukturës tonë, sepse janë pikërisht edhe ky staf i zellshëm dhe profesionist, ai i cili përcjell vulën dhe markën tonë, përcjell cilësinë tonë, përcjell atë që neve jemi munduar dhe bëjmë, kualitetin e lartë dhe gjithçka tjetër. Dhe stafi është po aq i rëndësishëm sa drejtuesi. Natyrisht që kanë frymën time, edhe ne kemi një sallë trajnimi ku lidhemi në web, bëjmë webinars me struktura shumë të specializuar në përballë, dhe neve i kemi mundësuar stafit që edhe këto eksperienca nga larg, nga ku jemi, mund t'i marrim pa qenë prezent në vende të zhvilluara ku bëhen teknika avantgard, të cilat neve pastaj pas këtyre trajnimeve i afrojmë teknologjitë, pra blejmë pajisjet që do të nevojiten për të kryer këto shërbime ose këto teknika më tutje. Këtu gjithçka funksionon në një cikël të mbyllur, pra të gjitha nevojat që ka një pacient kryen këtu brenda, pa që nevoja për të shkuar diku tjetër për të bërë një panorameks apo për të marrë shërbime të tjera. Gjithçka ofrohet në mënyrë të mbyllur këtu tek ju. Kjo ka qenë qëllimi jonë, që të bëhet një one-stop shop për një pacient,
që të vi këtu dhe të marri të gjitha shërbimet dentare për vete, për prindrit, për familjarët e tjerë, deri ke fëmijët. Pra, neve ofrojmë një shërbim dentistrie 360 gradë. Pra, edhe nëse dikush vjen për të bërë një buzëqeshje të bukur që ka të bëjë vetëm me pjesën estetike, mund të sjelli prindin i cili ka nevojë për të vendosur implante, mund të sjelli vajzën e vogël që ka nevojë për të vendosur aparate ortodontike, mund të sjelli të vllajën që ka nevojë për të bërë ndoshta punime të tjera, trajtime etj. Pra, këtu zgjillen të gjitha problematikat që kanë të bëjnë me gojen dhe me buzëqeshjen, me funksionalitetin dhe gjithçka tjetër. Mendoj ky është një investim që deri pak vite më parë do të kishte qenë i pamendueshëm për Shqipërinë. Por ai është krijuar fal një vizioni, është ndërtuar fal një vizioni që kërkon të shkojë larg. Shumë faleminderit përsëri. Vizioni im ka qenë dhe është për të bërë diçka që ka ngjashmëri dhe e kalon ato eksperiencat e mia të dikushme, ato që unë kam parë në për vitet e mia të rinisë së hershme kur isha student jashtë Shqipërisë. Dhe një nga ëndrat e mia ka qenë që çfarë të bëj unë që të sjell një copës të vogël të asaj gjë shumë të madhe që unë kam parë andej për ta bërë pjesë të këtij vendi. Dhe ndoshta, siç edhe thon dashamirësit tanë, ndoshta neve edhe kemi tejkaluar nivelet e cilësitë europiane në këtë strukturë që neve ofrojmë Tiranës, Shqipërisë, përgjithsisht edhe gjithë shqiptarëve që jetojnë brenda dhe jashtë kufive tonë. Ajo që i bashkon të gjithë pacientët, por jo vetëm, sepse kujdesi dental nuk është vetëm çështje trajtimi mjekësor, por edhe një çështje estetike për njeriu, është një shërbim i jashtëzakonshëm, pajisje shumë moderne që ju i thatë, materiale shumë cilësore, edhe mjekët e specializuar, dhe gjithçka ofron klinika për ta bërë pacientin të ndihet vërtet mbret. Por fokusi juaj nuk është vetëm tek pacientët shqiptar, sepse klinika synon që të hapet dhe më tej në një treg edhe më të gjerë që është tregu europian. Dhe besoj që në përgjithësi, ai që cilësohet si turizëm dentar, ja ka dalë më së miri fal këtij niveli që e ofron edhe klinika juaj ta përthith këtë pacient nga jashtë Shqipërisë. Kjo është vërtet, ne nuk jemi struktura e parë që kemi filluar të hedhim syt përtej Adriatikut ose në kufit jashtë Shqipërisë, por jemi ndër pionerët e parë, ndër 3 klinikat e para, 4 klinikat e para në Shqipëri, që ka filluar të hedhë syt dhe të marrë të pranojë pacient nga vendet e tjera të Europës. Filloi aso kohë para 10-12 vjetëve me italianët e parë që filluan t'ia besonin buzëqeshjen klinikave tona këtu, klinikës tonë dhe 2-3 klinikave të tjera të aso kohë që operonin në këtë sektor. Sot, Dentallmedicina Austria nuk është më vetëm pjesë ofron shërbimet e saj shqiptarëve brenda dhe atyre që jetojnë jashtë kufive, por gjen këtu shumëllëshmëri pacientësh, nacionalitetesh nga më të ndryshmet. Ne sot kemi... Pra jo vetëm italian, sepse në përgjithësi jemi mësuar që shohim që turizmi dentar bërbëhet kryesisht nga italianët për arsye se të afrimitetit që ato kanë dhe në distancë dhe të njohjes më të mirë që kanë ato për Shqipërinë. Por sot neve Dentallmedicina Austria nuk është më as ndërkombëtarisht më, është intercontinental. Neve kemi pacient nga Amerika, Kanadaja, Australia, Izraeli, kemi njerëz që vinë nga zonat e gjirit Persik, pra flasim nga Dubai. Pra me një gjeografi kaq të zgjeruar. Geografia është shumë e shtrirë, është shumë e zgjeruar dhe këtu ne kemi staf që janë multilingual, flasin 3-4 gjuhë të huaja, që të huajt që vinë ta gjejnë veten e tyre shumë komfort, pra mos kenë problematika të komunikacionit mes mjekut o mjekve, stafit, personelit pritës, recepcionit ose edhe administratës në përgjithësi. Dhe neve kemi synuar që të marrim vajza, djemë të talentuar, të cilët janë të gatshëm, të aftë, të punojnë dhe të japin kontributin e tyre në momentin që ata veshin atë bluzën tonë me emrin Dentallmedicina Austria sipër, edhe ata bëhen pjesë e rëndësishme e kësaj strukture, duke qenë edhe ata, po e themi, një mbartës i rëndësishëm i vlerave që neve kemi vënë ndër vite. Edhe duke qenë pjesë e një krenarie për ato që përfaqësojnë. Po natyrisht e thon ata me shaka që nëse të ta krahasonin me
me sportin në futbollin, thonë ne luajmë për Barcelonën, kështu që duhet të jenë ato nivelin e tyre dhe edhe brenda vetes kur ata vinë këtu, rriten profesionalisht, rriten të bëhen edhe ato pjesë e standardeve tona, edhe nëse kanë ardhur, nuk kanë qenë ato nivele, trajnimet që ne bëjmë, ose dhe gjithë ajo përkushtimi që neve i bëjmë atyre për të qenë pjesë e lartë, për themi cilësore e klinikës. Dhe ne kemi mjek të cilët punojnë ndër vite tek neve, asistente dentare të cilët kanë vite që janë pjesë e kësaj strukture, ndryshimet në staf janë minimaliste, janë për arsye familjare, ndoshta dikush bëhet nënë dhe mund të lëvizë për një periudhë të caktuar kohe, një vit e tjerë, por në përgjithësi kemi një staf i cili është shumë solid dhe nuk ndryshon. Pjesë e të gjitha risive që ju keni futur në këtë klinik kaq të madhe, që unë do ta quaja mirëfilli një spital, sepse ka të paktën 16 dhoma vetëm për trajtimin e dhëmbëve. Ky është një spital, ky është një day hospital, ky është një spital ditor dhe neve kemi bërë këtë në standardet më të larta europiane. Klinika është e binjakëzuar faktikisht me 2 universitete shumë të rëndësishme të Bashkimit Evropian, ka marrë edhe statusin e klinikës excelente të universitare të dentistrisë dhe së shpejti do të kemi edhe disa risi të tjera përsëri gjithmonë brenda kuadrit të zhvillimit ton në këtë sektor. Dhe kur flasim për risi, por që në fakt nuk është risi në kuptimin e mirëfill të fjalës, sepse është një gjë e domosdoshme, cilësia e padiskutueshme e materialeve dhe e gjithë shkaje që ju përdorni për pacientët. Shumë sakt. Kjo lidhet me edhe eksperiencën e tonë të marrë dhe kemi kuptuar ndër vite që për të bërë një vakt të mirë, të duhen ingredient, të duhen përbërës cilësor. Dhe asnjëherë nëse ti ke përbërësit cilësor të një vakti të mirë, gatimi jot nuk mund të dështojë. Dhe nëse ti rrin dhe ke koka asat kohës e gatuan atje, pa dyshim që ajo do dali diçka e shkëlqyer. Të njëjtën filozofi kemi transmetuar dhe kemi marrë dhe importuar dhe në të punët tona. Ne kemi vendosur që për të bërë një gojë të bukur, të shëndetshme dhe funksionale, do na duhen materiale shumë të mira, do na duhen implante shumë cilësore, por na duhet dhe një kuzhinier dhe një staf i mirë profesionist. Të gjitha këto bashkë bëjnë të mundur që neve të realizojmë atë buzëqeshjen e bukur. Pra janë komponentët, materialet që ne blejmë, pajisjet të cilat vetëm si pajisje, pa njerëzit që i drejtojnë pajisjet, nuk kanë asnjë vlerë. Dhe materialet, sado cilësore qofshin ata, nëse nuk ka një profesionist sipër që i bën ato dhëmbë të duken aq të bukura, do dalin ato dhëmbë të mëdhej, fake, të shëmtuar, të bardhë, të shtrëm, nuk ka lidhje. Pra, është dora e njerëzit. Në fund fare është mbi teknologjinë. Teknologjia është shumë e rëndësishme, na mundson neve, na faciliton shumë bërjen e një punimi shumë të bukur, por janë të gjithë komponentët, pra duhet të jetë materiali shumë i mirë, ne kemi materiale cilësore, nuk duhet përmend brands dhe emra marka, sepse është marketing dhe se bëj, por çfarë mund të gjesh në qytetet ose në shtetet më të zhvilluara europiane ose edhe në Amerikë, i ke këtu të gjitha. Ne kemi implantet që janë më të mira në botë, janë këtu prezent. Kemi implante të certifikuara, të gjitha certifikuara të Bashkimit Evropian dhe shumë të njohura në këto vende, i kemi në klinikën tonë. Ne kemi IMAX, i cili është edhe prodhuesi i parë, ai që e ka shpikur IMAX-in, e kemi në klinikën tonë. Kemi Zirconium, kompania që e ka shpikur Zirconium, e kemi në klinikën tonë. Dhe për i rikthejmë dhe implanteve, ata që kanë shpikur implantin janë përsëri në klinikën tonë. Pra, duke i pasur gjitha këto bashkë, nuk ka se si të çalojë gjëja, nuk çedon më ajo, sepse është profesionizmi sipër dhe kujdesi në rëndësi që ne japim dhe prandaj produkti final është i bukur. Dhe ju përmendët gjatë fjalës tuaj teknologjinë e avancuar që përdorni, pa të cilën natyrisht edhe puna e stafit mjekësor, por edhe të gjitha këto materiale të cilësisë së parë që kishin, natyrisht nuk do të kishin efektin e duhur. Pikërisht, dhe kjo është ajo që e bën bukurën, sepse neve kemi plotësuar të gjithë komponentët. Kemi bërë funksiononi gjithashtu si një zinxhir. Si një zinxhir i mbyllur dhe kemi thënë çfarë duhet për ta bërë këtë, duhet 1 2 3 4. Atëherë i kemi marrë të gjitha dhe kemi vendosur në një vend dhe kjo është ajo që e bën këtë gjë kaq të suksesshme.
vetëm një gjë nuk ta bënte kështu, vetëm materiali i mirë do ishte shumë pak. Pa një profesionist që e bën atë gjë. Vetëm unë si drejtues pa një staf të mrekullueshëm nuk do arrija dot. Ku shkoj përpara unë? Çfarë do bëj përpara? Mentor, ju përmendet implantet, të cilat janë shumë të rëndësishme, veçanërisht për ata që në një moshë të caktuar apo për arsye të caktuara shëndetësore nuk kanë mundësi të kenë dhëmbët e tyre. Implantet janë sot një domosdoshmëri e jashtëzakonshme për të gjithë njerëzit që kanë një ose disa dhëmbë të munguar, të hequr, të mos trajtuar mirë, ose që kanë një dhëmbë infeksion dhe nuk është i shpëtueshëm më. Implantet janë rruga e vetme dhe e dur e një zgjidhje afatgjatë, permanente të funksionimit të gojës, të kafshimit dhe të estetikës më pas, sepse janë implantet ato që e rimundsojnë gojen kur nuk ka fare dikush dëm në gojë, ose ka mungesa shumë të mëdha. Me anë të këtyre strukturave dhe me anë të këtyre sistemeve, neve arrim të bëjmë që edhe një 60, 65, 70 vjeçar të rikthehet edhe një herë të ketë një gojë të shëndetshme, një kafshim të shëndetshëm, edhe një buzëqeshje të bukur, të kthehet siç ka qenë 30 vjeç. Dhe kjo buzëqeshje e bukur ju ka bërë që të konkuroni mjaft mirë klinikat jashtë Shqipërisë, sepse gjithçka e bëni me standarde shumë të larta tani më. Shiko, ndryshimi është që neve bëjmë ndoshta edhe më mirë se sa ata, jo të maq, dhe të rriqet pacienti që të vijë tek neve, fillimisht është menduar që ata të vinë vetëm për efektin financiar, i cili ke neve mungësohet edhe fal sistemit të taksimit që i bëhet bizneseve. Ne kemi frymarrje, them shumë i sinqert, nuk kemi taksime nga 6-2% siç i kanë Europa, por neve kemi taksim i cili na mundson neve që të bëjmë çmime konkurruese. Nuk duhet bëj politikë këtu, po duhet të them atë që është, sepse një arsye është, kush është arsyeja pse neve afrojmë një cilësi të njëjtë që ka Perëndimi, por me një çmim më të ulët, ose janë ata shumë të babzitur të duan që të fitojnë shumë, por që nuk është gjithmonë kjo, është sepse sistemi i taksimit atje është shumë i lartë dhe ata janë të detyruar me patjetër që të marrin, sepse pjesa dikur ka qenë që pjesa e fitimeve mujore të stafit ka qenë natyrisht në Shqipëri shumë inferiore. Sot nuk kemi në këto nivele. Sot mjekët tanë paguan shumë, paguan njësoj si mjekët në Europë. Dhe kjo gjë e bën cilësisht shumë lartë dhe atë që ne ofrojmë, por na bën dhe kompetitiv nga ana cilësore punime. Por e bën përsëri të mundur që ne të ofrojmë paketa të cilat janë konveniente, janë të pranueshme për një pacient të huaj, dhe ai mund vi nga Amerika, ku atje ka një kosto maramëndse për të bërë punimet, shumë nga bashkë adretarët tanë që na ndjekin dhe që jetojnë jashtë kufive Shqipërisë, e dinë për çfarë po flas, janë kosto të pamundura për të prekur atje, ndërkohë që me cilësinë më të lartë madje se çfarë ata, vinë këtu dhe i bëjnë një kosto shumë ndryshe, pikërisht falë edhe kësaj gjës që neve kemi në Shqipëri. Pra, Mentor, të gjitha ambientet që ne vizituam dhe ku sot shërbehet në mënyrë shumë cilësore janë të reja. Megjithatë, kjo puna juaj, vizioni juaj, nevoja për të investuar dhe për ta tejkaluar vetveten, nuk besoj që ndalet këtu. Ka ende shumë rrugë përpara. Shiko, neve kërkojmë që pikë së pari të kultivojmë dhe të mirëmbajmë të standardet që kemi ngritur dhe ti tejkalojmë ato. Neve kemi bërë tejkalimin, kemi bërë një filles, një zanafil, duke lindur brenda strukturës së madhe dhe një klinik tjetër të dytë, e cila na ka që është Elix Sense Clinic, që është për momentin dhe një baby jonë dhe kënaqëria jonë që kemi bërë. Me Elix Sense Clinic është fillesa e parë e një qarku më të gjerë të mbyllur të kujdesit të trajtimeve jo vetëm morale, por të trajtimit shëndetësor deri në një kufi të caktuar. Elix Sense mbyll qarkun e trajtimeve anti-aging edhe longevity, që janë frenimi i mplakjes njerëzore, e cila sot kudo në botë në mjekësinë e avancuar dhe në biotechnology njihet si një sëmundje tashmë plakja dhe nuk është më një gjë e vetkuptueshme. Dhe kundrejt kësajt, neve mund të veprojmë si fillim me teknologjitë që kemi për ta ngadalësuar atë, për t'i dhënë trupit një ristart të jashtëzakonshëm, për ta bërë trupin e njeriut shumë më të shëndetshëm dhe shumë më
atraktiv për personin që e mban në trup, pra ndihet njeriu shumë mirë, dhe këto që ne kemi bërë, anti-aging, longevity, healthcare, për kujdesë shëndetësore që bëjmë atje brenda, pjesën estetike që neve kemi, pjesa e bioinfuzioneve ose atyre vitaminave që neve vendosim nëpërmjet IV-s, nëpërmjet marrjes vendosjes në trupin e njeriu me anë të bioinfuzioneve, dhe në fund fare kemi edhe atë krenarin ton që është IBU, që është një teknologji shumë avancuar. Faktur e kalon për surprizë në fund për ta përmendur, sepse është vërtet shumë e rëndësishme. E mora unë këtë sepse më rrin në majtë dëgjues ajo gjëja për ta thënë, sepse unë personalisht kam parë shumë benefite nga ajo, po kjo është një temë. T'ia shpjegojmë pak atyre që na ndjekin çfarë është IBU-ja? Një temë tjetër. IBU është një teknologji shumë e avancuar që merret me trajtimin sistemik të gjakut. Gjaku del në një sasi të caktuar nga trupi, kalon në një pajisje e cila aty bën ozonizimin e caktuar në nivelet të kontrolluara të gjakut, dhe më pas gjaku oksigenohet në nivelet të larta dhe shumë të larta, për të arritur pastaj për të bërë të mundur që të rikthehet përsëri në trupin e njeriut me një ngjyrë tjetër dhe me një formacion krejtësisht ndryshe. Ata që kanë bërë dhe kanë pasur mundësinë të bëhen pjesë e këtyre eksperiencave, dhe duhet të them që nëse 30 pacientët e parë kemi bërë, 25 për tyre kanë qenë mjek ose persona që vinë nga fusha e mjekësisë ose e stomatologjisë ose kujdesit përgjithshëm mjekësor. Pra që e din domethënien e vërtetë të trajtimit. Absolutisht. Një prej tyre kam qenë dhe unë që kam bërë këtë eksperiencë, duhet isha me domosdoshmë pari, dhe këto eksperienca pastaj ishin të jashtëzakonshme për sa i përket një ristarti shëndetësor që i bëhet trupit kur bëhen ato seancat. Dhe e rëndësishme është që në këtë klinik, përveç stafit mjekësor shqiptar, për një pjesë të trajtimeve të rëndësishme dhe që janë moderne dhe që janë risi për Shqipërinë, ju keni dhe staf mjekësor. Ka qenë e rëndësishme sepse për të bërë një gjë të tillë duhet, se nuk mjafton një staf jo shumë i specifikuar, thjesht vetëm mjek është pak. Ne kemi marrë mjek të huaj shumë të specializuar në këtë sektor, dhe me anë tyre kemi bërë të mundur që të gjitha protokollet më moderne, më kontemporane të sotmet të bëhen pjesë e protokolleve të trajtimeve që neve bëjmë. Dr. Alessandro është një mjek i jashtëzakonshëm, është një gjeni në këtë vërsimin tim, sepse të gjithë trajtimet e këtyre tipologjive janë të personalizuara, pra nuk mund t'i bëhet një trajtim petit i njëjtë me mua, sepse neve të dy, përveç se jemi dy të ndryshëm, kemi edhe tipologji të ndryshme patologjie, dhe edhe sikur të kemi të njëjtën patologji, ndryshojmë shumë nga njëri ke tjetri, sepse ke dikush mund të jetë më i avancuar, ke dikush tjetër mund të jetë më e qetë. Dhe këto bëhen në mënyrë shumë të personalizuar, dhe këtë gjë e bën stafi i dedikuar dhe profesional, drejtuesit e Elixens, drejtuesit e departamentit të Elixens. Ne do të shkëputemi për pak minuta publicitet, do të rikthehemi sërish me mentor Zeqajn për të folur për të tjera shërbime që ofrohen në Dental Med Austria. Kthehemi pas pak. Mentor, kur flasim për trajtimin IBU, cilat janë përfitimet kryesore në nivelin e mirëqenies, në nivelin e imunitetit, të një përfitimi madhor që ka organizmi i njeriut? Përfitimet janë në një spektër shumë të gjerë. Nuk di se këtë listoj përpara, por që trupi, gjatë kohës që neve bëjmë IBU, është një smart device, është një kompjuter në vete i cili përzjell që të nxjerrë jashtë pikërisht ato që ka akoma më të nevojshme. Përfitimet janë së pari ulin nivelin në mënyrë drastike të toksicitetit që ne kemi në trup, të marrë ato nga jeta e përditshme dhe nga zakonet dhe mënyra se si trupi është i ndërtuar. Ulet në mënyrë të ndjeshme niveli i inflamacionit kronik, eliminimi i metaleve të rënda, i mikroplastikave, të cilët ne i marrim nga ushqimet ose që nga pirja e ujit. Ka një përfitim të jashtëzakonshëm për ata që kanë smundje autoimune,
Hashimoto, arthritis edhe shumë gjëra të tilla të ngjashme. Natyrisht që ndikon drejt për drejt edhe në sëmundje të tjera, ul jashtëzakonisht shumë nivelin diabetik. Kjo nuk është se të kuron, por kjo përmirëson shumë në mënyrë të ndjeshme mirëqenien shëndetësore të një pacienti. Pra edhe atyre që kanë diabet të tipit 2, edhe për ata është jashtëzakonisht shumë efikase. Për njerëz saktuar dhe për një pjesë shumë të madhe të atyre që kanë bërë këto trajtime, ndikon shumë mirë dhe në eliminimin e këtyre pikseve të gjakut që akumulohen nëpër vena. Kemi qenë dëshmitar të nxjerrjes të këtyre pikseve të gjakut deri në nivele të frikshme në masi, nivele sa një krimbë toke, pothuajse ka dalë gjaku i mpiksur nga trupi, dhe këto ndikojnë në shëndetin kardiak gjithashtu shumë. Ju flisni për gjithë këto trajtime dhe mua më shkon mendja se ky trajtim i BUI-ja është një eliksir i... Është një eliksir në një formë si një tjetër, sepse bën atë që qeliza ka nevojë. Qeliza ka nevojë për oksigjen dhe kjo në një formë si një tjetër e bën qelizën të rilindë. Me këtë nuk ka më brain fog, pra njerëzit ndihen shumë më vital, përmirëson ndjeshëm gjumin, jep fokus të jashtëzakonshëm, rrit në 360 gradë performancën e trupit, por kjo gjithmonë pas përfundimit, sepse do të shpjegoj pastaj më pas se si bëhet procesi etj që teleshikuesit tuaj të kenë dhe ato një ide, sepse unë besoj që gjithkohës që unë flas, shumë pyetje mund t'i krijojnë atyre që çfarë është, si funksionon. Në fakt ka një moshë kur mund të nisë trajtimi i BUI-s dhe çfarë kohë zgjatje, sa seanca? Atëherë, mosha duhet të jetë trupi të ketë arritur zhvillimin e plot, pra është mbi 20-21 vjeç. Kjo varet nga patologjitë që njerëzit kanë. Pra mosha nuk ka rëndësi. Mosha ka rëndësi sepse ke fëmijë të vegjël nuk bëhet. Po. Por ka rëndësi për një moshë caktuar edhe tutje. Por më rëndësishme është që jo të gjithë njerëzit kualifikohen për të bërë IBU. Për këtë duhen bërë disa analiza specifike, të cilat i japin më pas dritë ose qartësi mjekëve tanë për ta kualifikuar atë dhe për ta bërë të gatshëm ose të denjë për të kaluar në këtë procedurë. Megjithatë ju përmendet se ka disa kategori njerëzish që përfitojnë më shumë. Natyrisht që të gjitha këto që unë përmenda më parë, kategoritë e njerëzve që kanë sëmundje autoimune, kategoritë e njerëzve që kanë probleme kardiake, që kanë kaluar infarkte, hemorragji cerebrale, ishemi të ndryshme, njerëzit që kanë probleme me diabetin. Kur përmendet diabetin 2, ka lidhje pesha e njeriut, sepse shumë po përdorin tani trajtimet e diabetikëve për të humbur peshë. Janë jo të lidhura drejt për drejt me njëra tjetrën, sepse nëse ti merr një trajtim për të humbur peshë, Ozempic, nuk do të thotë janë kurat e reja. Këto janë kurat e reja dhe nuk është se kam ndonjë gjë kundër atyre kurave, jam pro, sepse në dijenin time unë nuk jam mjek i përgjithshëm, nuk jam endokrinolog, nuk marr vesh nga kjo gjë, është thjesht vetëm ajo e përgjithshme që neve dim që nuk ka efekte anësore ashtu siç thonë ose shparaqitet, sepse ndryshe do ne ishin qërruar, verbuar të gjithë ata që kanë diabet, por kjo nuk është e vërtetë. Për t'u rikthyer sërish IBU-s, ka një plan trajtimi, sa seanca, sa është kohëzgjatja? Po, kohëzgjatja është 1 orë fix, pra është 60 minuta. Për të bërë IBU, neve lëvizim nga trupi një sasi rreth 1.8 deri në 2.5, 2.6 litra gjak në një sistem qark të mbyllur dhe kjo këshillohet që të bëhet 4 deri në 6 seanca sipas edhe patologjive që kanë pacientët, të cilët ofrohen për të bërë këtë procedurë, këtë shërbim, por në rast se kemi pacientë që kanë patologji më të theksuara, pra sëmundje më të avancuara, këshillohet deri në 8 seanca, deri në 10 seanca të bëhet dhe më pas, çdo 4 muaj
këshillohet të bëhet një seancë rifreskuese për të mbajtur gjithmonë trupin në gjendjen më të mirë të mundshme, siç ka dalë, siç ka mbritur pas trajtimit me IBU. Megjithatë, mentor, në filozofinë e punës tuaj është që klinika të ofrojë sa më shumë shërbime dhe IBU-ja nuk është trajtimi vetëm ose më i rëndësishëm që ju ofroni, sepse ka edhe shumë të tjera në atë listë të trajtimeve për të cilat një njeri që të jetë i shëndetshëm, që të jetë në parametrat e duhur jetësor, ka nevojë. Neve, po e themi, e koordinojmë trajtimin IBU edhe me disa shërbime të tjera shumë të rëndësishme, të cilat pas kryerjes së këtyre trajtimeve IBU, trupi ka nevojë për të marrë disa elemente të tjerë me anë të infuzioneve që bëhen, bioinfuzioneve, qofshin këto zink, selen, vitamina C, që janë shumë të rëndësishme, mineralet të ndryshme, aminoacideve të ndryshme dhe mbi të gjitha glutation etj. Pra, të gjithë këtë koktelin e këtyre vitaminave neve ofrojmë gjithmonë dhe këshillojmë gjithmonë të bëhet pas shërbimeve IBU. Pastaj, për mirëqenien e pacientëve, neve ofrojmë edhe NAD+, e cila është një domosdoshmëri për të gjithë njerëzit që kanë kaluar moshën 45-50 vjeç, sepse ose edhe më pak, por që rreth 40-ave niveli i sasisë së NAD-it në trup fillon të bie ndjeshëm, trupi nuk prodhon më aq sa duhet dhe zëvendësimi i kësaj në këtë mënyrë arrin që këtu hyn pastaj prapë ke anti-aging, ke stopimi i mplakjes dhe longevity dhe rritja e gjatësisë së njeriu dhe këto bio-infusion që neve i mundsojmë në klinikën tonë e bëjnë të mundur që të bëhet përsëri një qark i mbyllur, pra në një anë e heqim toksinat, inflamacionin, metalet e rënda dhe gjithçka tjetër çfarë ne kemi bërë me anti-IBU dhe vazhdojmë të i zëvendësojmë përsëri me këto bioinfuzione që janë shumë të rëndësishme dhe që japin trupit një moshë biologjike shumë të re se çka në atë datën e vet të lindjes. Pra, një 6 vjeçar ka pastaj një moshë metabolike për 38, 40, 45 vjeç fare se si ai edhe e mirëmban trupin e tij. Mentor, gjatë xhirës që bëm në klinik pam që kishte një dhomë edhe për hospitalizimin e pacientëve që bëjnë ndërhyrje të vështira këtu, kur është fjala te kujdesi dentar. Duke qenë se neve kemi bërë një day hospital këtu, edhe është e kërkuar në mënyrë taksative nga protokollet që neve kemi vendosur. Neve kemi menduar të bëjmë një recovery room, një dhomë, po e themi, ku pacienti pasi përfundon ndërhyrjen, relaksohet aty, kemi kushtet në të cilat mund të furnizohet me oksigjen gjatë gjithë kohës, kemi arritur të bëjmë një sallë kirurgjie e cila i plotëson të gjitha standardet ndërkombëtare për të pasur një kirurgji të mirëfillt dhe për të mundësuar që pacienti mos ketë fare asnjë lloj, po e themi, problematike për gjatë kirurgjisë, mos ketë fare dhimbje, mos ketë fare asnjë lloj shqetësim. Neve bëjmë edhe ndërhyrjet me sedacionin koshqient, ku pacienti është në një fazë gjysmë në gjumë, që mos ndjej fare asnjë lloj edhe to anktet, frikat që kanë pacientët, njerëzit nga dentisti, në momentin që i hynë në kirurgji dhe i nështrohen këtyre trajtimeve tona, edhe në rastin e sedacionit koshqient, ata nuk ndjen gjë dhe më pastaj është pikërisht është kjo dhoma e zgjimit, po e quajmë, neve e kalojmë pacientin aty, janë gjithmonë infermierët tona që kujdesen për gjatë gjithë kohës shëndrimit, derisa pacienti pastaj mund të largohet nga klinika. Me eksperiencë të jashtëzakonshme, kemi hequr nuk di se sa qindra dhe qindra njerëzve frikën nga dentisti, të cilën shumë e kanë të trashëguar nga fëmijëria e tyre. Neve ja bëjmë të mundur që thojnë, kjo ishte, s'ndjeva fare asgjë. Kaq ishte, kaq shpejt mbaruat, sepse mendojnë që vendosja e implantave dhe kirurgjia mund të marrë, ku dëgjon, 2 ditë,
një ditë, se pyes sa ditë do duhet unë që të bëjnë vendosjen e implanteve. Është vetëm 1 orë, 1 orë e gjysmë. Një implant vendoset për 10 minuta, 15 minuta, nëse është në kushtet optimale, ku vendoset në një kockë të shëndetshme dhe nuk kemi të bëjmë me një heqje. Nëse neve duhet të ekstraktojmë, të heqim një dëmballë të prishur, koha është pak më e gjatë, sepse është koha e heqjes së dëmballës, e pastrimit, e kyetimit, e rregullimit të zonës përreth, dhe pastaj vendosjes së implantit, e mbylljes së tij, dhe pacienti pastaj, nëse ka më shumë se sa 1, vazhdon në procedurën tjetër. Në rast se neve duhet bëjmë një shtim kockor, graft kockor, në rast se duhet bëjmë një ngritje të sinuseve, sepse shumë njerëz kur kanë bërë heqje të dhëmbëve ose të dëmballëve, nuk i kanë zvendësuar ato menjëherë. Dhe kocka, vendi aty ku është bërë heqja, fillon dhe tërhiqet, që ta bëjmë më të kuptueshme për teleshikuesin, dhe aty ka shumë pak nivel kockor, nuk mund vendoset dot një implant, dhe për rrjedhoj, neve aty duhet bëjmë një shtim kockor, duhet bëjmë një ngritje të sinuseve që të punësojmë vendosjen e implantit gjithashtu. Ka do të thotë që shumë herë gjendeni në pozitat edhe për të korrigjuar gabimet apo mjekësinë e dobët edhe të keqe të mjekëve të tjerë. Nuk do ta thoja kështu, por ndoshta kohrat dikurshme ku ky brez që sot janë 65-70 kanë qenë të tilla, kujdesi mjekësor nuk është se ka munguar nga mjekët e asaj kohe, por kushtet kanë qenë të tilla. Informacioni që ato kanë pasur ka qenë i tillë. Nuk ka qenë atëherë implanti si një teknikë dhe teknologji. Pra njerëzit e kanë hequr një dëmballë, kanë hequr gjithë dhëmbët dhe kanë mbajtur ato protezat provizore, ndërkohë që sot, nëse ka hapësira biologjike për vendosur implantet, pra ka kockë mjaftueshëm, ato sot mund t'i rikthehen përsëri buzëqeshjes në çfarë do dhe mosha qofshin ato. Mentor, një gjë tjetër shumë e rëndësishme që nuk do doja ta lija pa e përmendur, është edhe çështja e higjienës. Ju keni një dhomë të posaçme për sterilizimin e aparaturave, të mjeteve që përdorni, sepse higjiena është shumë e rëndësishme kur bëhet fjalë për kujdesin dentar. Ne dim që shpeshherë sëmundjet e transmetueshme janë marrë pikërisht nga mungesa e higjienës tek dentisti. Kjo është në vërtetë, dhe unë këtu do t'i thoja një apel gjithëve që të jenë jashtëzakonisht shumë kujdesshëm kur të përzgjedhin vendin të cilin ata do t'i besojnë shërbimet e tyre dentare, se sot, siç neve e përjetojmë dhe jemi dëshmitar, çdo pallat ka një klinikë dentare edhe një farmaci poshtë. Kështu që mundësia për të bërë dhe shkuar 50 metra larg është shumë e kollajt, por duhet përzgjedhin shumë me shumë kujdes se ku shkojnë, çfarë kushtesh higjieno-sanitare ata ofrojnë, çfarë kualifikimi dhe certifikimi ata kanë, dhe sidomos në pjesën që ju përmendët, në pjesën e sterilizimit të gjitha mjeteve të punës ose edhe më tepër, duhet të jenë shumë kujdesshëm neve, unë personalisht, nëse ka diçka që nuk bëj kompromis, mund bëjmë me çdo gjë kompromis, por me cilësinë, shërbimin, sterilitetin, pastërtinë e gjithçkaje që neve ofrojmë si vegla dhe si mjete pune, dhe mbi të gjitha sigurinë e jetës ose të garancisë së jetës së një pacient, nuk veg gjë tjetër. Nuk më intereson fare gjithë pjesa tjetër më shumë se sa kjo, dhe nëse juve po e ndiqnit edhe në ekran, edhe pjesën e dhomës së sterilizimit, ku është ndarë në 2 zona, zona e kuqe, zona ku vinë dhe vendosen të gjitha veglat dhe mjetet e punës të përdorura dhe jo sterile, dhe zona blu është zona ku janë të gjitha veglat të sterilizuara, të paketuara sipas gjithë standardeve që duhet dhe kërkohen të jenë. Nuk të bënte kuptim, dhe kjo për mua është shumë e rëndësishme, sepse nga një vizitë e rëndomt e dikujt ose një kontroll i zakonshëm i dikujt në një klinikë dentare mund të përfundojë që të ketë sëmundje të parikthyeeshme dhe të patrajtueshme më. Dhe prandaj dhe unë vë shumë theksin ke kjo, shkoj vetë thuajse çdo ditë të kontrolloj të gjitha raportet që japin pajisjet, që tashmë sot janë shumë të avancuara dhe të japin të gjithë raportin e saktë se kur është bërë dhe çfarë është bërë, dhe një monitorim i detajuar
i zonjave dhe i vajzave të cilët merren me këtë punë, pra duhet të bëjnë sterilizimin. Fillimisht është ndërgjegjësimi i tyre për ato të kuptuar në fillim se çfarë bëjnë ato aty. Nuk është thjesht punë. Ato, nëse nuk e bëjnë punën siç duhet, kthehen në një vrasës indirekt të një pacienti të pafajshëm që ka përzgjedhur klinikën hajtë se të përshkoj këtu se e kam afër. Kjo gjëja mund të rezultojë fatale, prandaj duhet zgjedhur shumë mirë vendet se ku shkohet, duhet njeriu të jetë sot dhe njerëzit janë të emancipuar edhe të pyesin, a ka mundësi t'ju shohim se ku është kjo vendi që ju i derni këto mbetje spitalore? Ku do shtrihem unë? Kush është higjiene ju ofroni? Jo vetëm çmimin e ulët. Se është kollaj, të heqim gjitha këto gjërat edhe arrin ke çmimi i ulët. Nuk merr fare, merr një autoklav, vendos një punonjës aty, bën ato gjëra dhe kaq ishte. Por është më shumë se sa kaq. Që të arrish të krijosh siguri, dentisti, klinika dentare duhet të t'jap sigurinë në 360 gradë për vete, për bashkëshortin, për fëmijët tuaj, se nuk beson vetëm buzëqeshjen, beson shëndetin, beson gjithçka tjetër. Prandaj kjo ishte një apel për të gjithë që duhet të jenë shumë të përzgjedhur ke klinika që shkojnë. Ka shumë klinika të mira, nuk po tentoj të them që vetëm unë kam shpikur ujin e nxehtë, por nuk janë kaq të shumt në numër, në krahasim me kaq shumë klinika dentare sa janë të hapura. Këto klinika që kanë këto standarde, besoj që mund të numërohen në 2 pllëma të dorës, pra mund të jenë 10 ose ndoshta. Ka dhe 2 detaje të tjera që nuk dua t'i lë pa përmendur, sepse më bën përshtypje menjëherë sapo hyra tek Dental Med Austria dhe ishte një ambient i jashtëzakonshëm, i kuruar me shumë kujdes dhe mikpritja. Një vend që menjëherë të krijon komoditetin dhe ngrohtësinë e një ambienti, ashtu siç ne shqiptarët e kemi zakon. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sidomos kur bëhet fjalë pastaj edhe për shumë pacientë që, siç e tham pak më parë, vinë jashtë Shqipërisë. Po jo vetëm kaq, po duhet kuptojmë një gjë, që një pacient kur vjen këtu, ai është ose gjysmë i terrorizuar, nëse shkon në klinikë dentare, nga maktet e FBI-s o diçka tjetër dhe imagjinoje ti shkon në një strukturë i trembur dhe i friksuar dhe i pasigurt se çfarë do ndodhi dhe ti të gjesh të njerëz që nuk të mirëpresin, njerëz që nuk të japin informacion, mjek të cilët i bin shkurt dhe ti ke atë frikën dhe panikun tënd do të dish çfarë do bëjnë me mua dhe askush nuk të jep asnjë lloj informacioni. Po thonë, hajde, ke bërë këtë, ulu, nuk është kështu, nuk funksionon kështu. Neve kemi këtë gjën që në momentin e parë që shkel në klinikën tonë dhe shumë të rishikues tuaj që mund të jenë pacientë tanët që po na ndjekin e kanë përjetuar një gjë të tillë dhe shumë të tjerë do ta përjetojnë kur të vinë këtu, ato sapo hyjnë në klinikë e ndjejnë menjëherë që një vibe që diçka këtu është ndryshe. Këtu diçka është ndryshe dhe funksionon ndryshe. Që nga mikpritja, që nga konsulta e parë, sqarimi në detaj që i bëhet pacientit për të gjithë protokollin e punës, pastaj pas për të gjithë shumëllojshmërinë e ofertave që neve kemi ekonomike, standard ose edhe premium për të gjitha grupet shoqërore dhe kategoritë e pacientët. Këtu vinë pensionistë, të cilët ja paguan vajza nga Italia, dhëmbët. Këtu vinë buxhetorë që punojnë në bashki ose në ujësierës Tirana ose kanë mikrokompani të vogla dhe janë punonjës të një dhe këtu vinë edhe njerëz që kanë të ardhurat të larta, kështu që kemi qenë të detyruar dhe koshient dhe kemi vendosur që të ofrojmë disa lloje cilësish ku secili ta gjej veten ke ajo që ai ka mundësi, por pa shërbyer nuk lejm asnjëri. Pra, këtu kushdo që vjen merr shërbimin e tij. Dhe s'mund të mos e them që gjithë ky kujdes, gjithë kjo cilësi, gjithë ky shërbim i përsosur realizohet fal punës së stafit, por edhe fal përkushtimit tënd. Të kam parë 24 orë në punë edhe i kujdesshëm për të kuruar çdo detaj, për të qenë gati për çdo nevojë që ka i gjithë ky spital i madh që ju keni ndërtuar. Shumë faleminderit për atë që ju me shumë përkushtim. Keni konstatuar dhe të falenderoj për këtë.
Unë kam dhënë shpirtin në këtë klinik. Kemi filluar shumë vite përpara vetëm një përtron. Dhe kishim shumë pak punë atëherë. Nuk na njihnin, nuk dinin se çfarë neve bëjmë dhe çfarë ofrojmë. Dhe bëm të mundur që fal këtij përkushtimi që ju keni konstatuar që unë vazhdo ta kem në çdo qelizë, çdo ditë, çdo orë, të arrijmë këtu ku jemi. Të jemi një klinikë universitare e ekselencës europiane. Ky është dhe certifikimi, ky është dhe statusi që unë ndihem krenar që neve e kemi sot dhe kemi me mburje edhe për vendin tonë që kemi arritur në këto nivele ku një strukturë si Universitetet e Bashkimit Evropian ose Bashkimi Evropian vetë e ka njohur dhe e ka akredituar një gjë të tillë dhe unë ndihem i lumtur që neve po bëhemi pjesë e një niveli tjetër të ofrimit të shërbimeve mjekësore, se kjo nuk është vetëm tashmë dentistri, por është edhe shërbim mjekësor pak më i gjerë se sa si shurmendëm më përpara. Ju falenderoj shumë mentor dhe ju uroj suksese, natyrisht me dëshirën e mirë dhe me urimin afatgjatë për ta ruajtur sa më gjatë këtë standard që keni krijuar. Unë falenderoj gjithashtu edhe një herë për vizitën tuaj, për kohën që ju morët, për ta bërë të mundur që neve t'ja pasqyrojmë teleshikuesve tuaj, të nderuar, se kush jemi, çfarë bëjmë dhe ku duam të shkojmë. Faleminderit. Faleminderit juve.